Para një viti luante me Lazio. Ishte golshënuesi më i mirë. Nuk di, po gjatë kampionatit botëror më duket se nuk mori pjesë me ekipin kombëtar. Sa pavon të tjerë më të mirë kanë ata. Futbolli italian, Petrit, është kulmi i futbollit botëror. Po mirë, do vinë apo, ë? Po, patjetër. Dashë zoti na dal për hajër, thuaj. Çfarë hajri mund të presim prej tyre, zoti Filip? Xhbut Allah që bësh. Se kupton që vetëm prania e tyre në fush është gjë e madhe për ne. Kur vjen e mira, thuaj, hapi derën. Po, shtrosofën pastaj prej kur grihen. Ti Gjevat, po nuk e lidhe një çik me politikën, nuk ka derë madhe. Zoti Filip bie shumë keq. Unë nuk thash asgjë për politikën. Rri poshtë në lë rahat, mos na ngatërro. Jo, faleminderit, nuk dua as pudër as kolonjë. Jo. Urdhëro. Faleminderit. E atikin, Petri. Po. Tunja tjeta. Tunja tjeta mirë është, faleminderit. Mirupafshim. Ti bësh Filipi. Po kë Petriti që drejtin ka që i bashkohet me ta. Edhe kjo i duhet ati. Hajde mbajte. Unë të kam si bivin tim, Petrit, dhe dua që të bësh një futbollist i shkëlqyer. Dikur e kam ndëruar vetë këtë gjë, po ja që fati nuk më ecë. Kurse sot është ndryshe. Ti e 5 të pritën zotërit italian. Prandaj fatin e ke vetë në dorë. Kap. Perëndia të fali dhuntin e futbollit. Dhunti që të bën ta jetosh jetën pa e vrarë shumë mendjen edhe trupin. Po mirë profesor, po ata janë pushtues. Si mund të lidhemi ne me ta? Le të jem ç'të duan. Ç'punë ke ti me ta? Kur mos e ngatro futbollin me politikën. Ai sinon për një komunitet botëror, pa gjakëderë. Ikim se na u bë gjaku ujë. Bukur. Tërë këto ambjende në keni dispozicionin tuaj. Mundoni të servitni mirë t'jem. Ju faleminderit, zoti Roman. Shtu pra, zoti Filip. Duqja, ashtu si shqetësohet për madhështinë e perandorisë fashiste, po ashtu shqetësohet për shëndetin e rinisë, që ajo të fort për të mbrojtur idealet e fashizmit. Meri Bardhi Kararës, në stolisi, sheshet dhe stadiumet e qyteteve të Shqipërisë. Zotë Filip, po sikur të bënim një ndeshje me di skuadrave të rinisë qytetit edhe skuadrës aviacionit. Do t'i them Pavonit ta organizojnë një tillë. Pse jo? Mund të çojmë edhe në Itali madje, të ndeshin me skuadrat tona. Ky do të ishte një nder i madh për ne. Shkëlqyer. Të Petritin do ta lakmonte çdo klubi. Mos egzagjeroj aq tepër i dashur Manini. Ju lum, Petrit ka qenë i shkëlqyer. Ju transmetoj urimet e veçanta të italianëve. Ai dini që do të luaj me ta. Vërtet? Lajmi i shkëlqyer apo jo? Por duhet të përgatitemi mirë. Prandaj, që nesër të fillojmë stërvitjen në rregull. Duhet mobilizim çuna. Mobilizim, të mbuloni mirë Pavonin. Ti, edhe ti. Duket se e pamundesh. Apo jo çuna, edhe një. Kujdes krahun e majt, edhe veprimet në qendër. Dalë për të parë. Hajde. Sa të parë. Androjtje, në kucim çuna. Madama Tarasi golin. Po, ne. E qeta, çfarë gjeta më? Prita dëgjoj, prit. Emrin e skuadrës. Shprefeja. Si? Shprefeja? Skuadra jo? Shpresa? E në Rufeja. Qeshet shpresa e gëzohet Rufeja. Nuk mbesohet sot për sot. Punë e modhe kjo shprefeja. Italianët e këngët. Gjebat, Filipi. Hajde, Filip, hajde. Pije një kafe nga veçelia. Jo, faleminderit.
O një kafe do ta pish? Mirë, më bën Bëj mirë. një kafe profesorit. Të kishim portierin e Rufes. More Filip, kam dëshirë që të bëjmë edhe një neshje tjetër me italianë. Sa portier? Para ma kësaj rrallë me një ekip të fortë. Me cilin? Me shprefen. Shprefeja. Nga na mbjell kjo skuadrë kështu. Po ja, Petritin. Ashtritin, Fatmirin, Fredin, Tilin, e plot tjerë si këto. Çka? Mendim interesant. Edhe qunat me i stërvisi shtu. Shkumën tjerë zjarri. O fitore, o s'ka. Vështirë gjërat. Shumë e vështirë. Nuk ja dalim dot në atyre, si do që të luaj. Është skuadrë me përvoje e orvëlla. Ka të bëj shumë tradita. Apo ke qef në të urvërojnë me shkelma. Jo, mërë me Po fundi e lojës, profesor. Ti mos o prek. Kështu është. Gati sa nuk e dërmove me shkelma të pavonin. Pse kotër dje? A ju shenë simpati për ty? Asje qaj kokën fare për këto person. Po taktën tënde e harrove? Harrove që pa të mbizeduar? E di çfarë, profesor? Të ardhmen time unë dua ta gjej vetë. Këtu me shokët e mi. Njeriu nuk jeton vetëm për para dhe për lavdi, po dhe për ca gjëra më të mëdha, të cilat me sa duket i personit i kupton dot. Po ti ke në dorë rekomandimin e rrallë Në të pavonin. gjallë pavoni me gjithë rekomandimin e tij. Do me thënë, edhe ti Petrit? Filip harrove kafen. Jo, falenderit. E piva një të jidhët. Sikur të shtynin pak më vonë. Jo. Ndeshja do të zhvillohet të dielën e ardhshme. Si të dëshironi. Miru pafshim. Zotërin? Pra 4 do t'i tagroni. Durimi 5, Kovi 6, Tili 7, portier Meti. Meti, që thoni kështu profesor? Ç'ke Tili? Nuk të pëlqen? Ajo dihet nga gjithë, Berti e ka hak vendin port. Ti lega mirë, unë jam për Bertin. Jo, Meti është më mirë. Jo, po të gjithë të shpresës. E çfarë shprehena që nga kjo? Po Berti është më i shkathët. Jo. Mirë, mjaft mos usini. Portier Meti dhe pik. Ku e lam? Ha. Alfimaj do t'jetë Fredi. Tani se ndërfori. Pse heshni? S'ka asnjë dyshim që ky vend i takon Astritit. Petrit ku shkon? Ktheu, e ke gabim. Petrit, po ti do të luash patjetër. Nuk do ta lejojmë ne Filipin të bëjë si doj ai. Ktheu Pet. Çfarë do thon shok? Bëni ç'do doni, unë nuk luaj. Jo, zoti Filip. Se ndërfor do të luaj Petriti. Ai s'ka qenë në formë të mirë kohët e fundit. Pastaj nuk dua që të kem telashe me të. Telashet po na nxjerrin ju, zoti Filip. Petriti është lojtari më i mirë nga ne të gjithë këtu. Po ti do ta kmerrësh kundërdit sepse nuk ndoj i pas. Ne nuk kemi nevojë për njërin si ti. Formacionet do ta vendosim vetë. Kovi. Tili. Djema. Mosli se përbes të plasi gjatë derdi e madhe. Zoti Hamid, Mosli!